Ëndrat shakespeariane vazhdojnë në skenën shqiptare. Kemi nevojë të ndrojmë për të paktën për një orë gjysmë sa çfaqe. Ëndrat çon kudo. Po ne kemi bërë, domethënë kjo është vetë si vepër, është një vepër midis reales dhe irreales. Por shiko, me këmbëtok. Me këmbëtok. Kemi dhënë vetëm forcë dhe emocion mesdhetar. Kjo është gjithë suksesi kësaj, ndryshe nga teatri që kishte atë ftohtësinë shakespeariane, ftohtësinë e ishullit të madh. Kjo është ëndra që prej muajsh ka thurur për të ndarë me publikun koreografi Arjan Sukniqi. Mjergulla, përshëllima e pyjeve, momentet romantike përmes lëvizjes së trupit do të mbizotrojnë në këtë balet. Baleti me 2 akte ëndra një natë e verës solli në skenë krahas solistëve të trupës së baletit edhe 2 të ftuar nderi, balerinët e parë të Athinës, Danilo Zeka dhe Altin Kurota. Plot 100 artistë do të ngjiten në skenën e teatrit të operës dhe baletit. Publiku i kryeqytetit do mund të shijojë ëndrrën romantike përmes gjuhës së trupit, mbrëmjen e së shtunës.